Trupa teatrore Lis vijon të pasërojë jetën artistike në Lezhë duke sjellë në skenë komedinë Dy miq të çuditshëm, e cila u mirëprit me duar trokitje dhe të qeshura nga publiku. Salla e Pallatit të Kulturës ishte mbushur me spektatorë që ndoqën me interes interpretimin e aktorëve në veprën e autorit Neil Simon. Në përfundim të shfaqjes, aktorët u shprehën të emocionuar për pritjen e ngrohtë të publikut, duke vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme që ka bërë trupën Lis një nga grupet më aktive të skenës artistike në Lezhë. Knatësia e zakonshme kur mundi shpërblet, po nisi kështu. Tham drejtën diçka që edhe surprizë për ne që kishte goxha publik, sepse tash vera si dihet është ngarkuar, jo plazhi, jo evente tjera, jo eventi më i madh që është kampionati botëror, por ne patëm publik. U zbavitën edhe më duket se jena drejt asaj rrugës ndërgjegjësimit të njerëzve që këtu në Lezhë diçka po lëviz për sa i përket teatrit, edhe teatrit, më falni për mungesën e modestisë, por goxha cilësor. Ne erdhëm me një komedi kësaj radhe, edhe nga feedbacku i publikut e kuptova se jo thjesht u zbavitën, por herë edhe kanë qesh më shumë se sa duhet. Kështu që unë jam falenderues. Për ne është tashmë detyruese në thojza për shkak se publiku lezhjan e kërkon që ne të vëmë shfaqje pra. Lezhja kërkon teatr, kërkon shfaqje të mira, edhe tashmë ne mendoj se kemi kaluar pragun e fillimit edhe jemi gati për të ecë në rrugën për të ndërtuar një trup të mirëfill për qytetin e Lezhës, i cili e meriton. Edhe regjizori Alket Bushi cilësoi këtë shfaqje një tjetër hap përpara në rrugtimin e trupës, duke theksuar se Lis po zgjerohet vazhdimisht dhe po afron emra të rinj me synimin për të sjellë produksione cilësore për publikun. Mendoj se vëmë një shfaqje të mirë, publiku të fry dhe besoj që tashmë arti teatral në qytetin e Lezhës është në kullën e duhur. Me Dy miq të çuditshëm, trupa teatrore Lis shënon shfaqjen e saj të katërt, duke forcuar më tej pozicionin si një prej nismave më të rëndësishme kulturore në Lezhë dhe duke dëshmuar interesin e rritjes të publikut për teatrin.